pak se si është pjesëmarrja aty Afrodita, atë përshëndes. Ndërkohë që Shqipëria po karakterizohet Përshëndetja dhe juve. Shqipëria po karakterizohet nga një pjesëmarrje shumë e ulët, çfarë po ndodh në Kosovë? Deri në ora 15 nuk është që edhe në Kosovë, krahasim me zgjedhjet e kaluara, ka pas një pjesëmarrje të madhe të qytetarëve, duke pas parasysh se jemi në balotazh. Megjithatë, këtu te ne ka një traditë që zakonisht pjesëmarrja më e madhe është në orët e pasditës. Kështu që sipas Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, dikon deri në ora 1 apo 3, nuk e di sa, kanë votuar 19% të qytetarëve me të drejtë vote. Mirë po pjesëmarrja shihet tash sepse unë isha vetë më herët me votu dhe pashe në orët e paraditës nuk është që ka shumë pjesëmarrës, por tash masdite qytetarët po mdokët vinga ose vendosin ashtu me lanë ma vonë me votu dhe del një pjesëmarrje më e madhe. Sidoqoftë, deri me tani zgjedhjet kanë shku në mënyrë të qetë, ka pas shumë pak incidente, po të cilat duke prishin procesin zgjedhor, janë incidente normale, shpesh herë nuk janë leju me votu personat me aftësi të kufizume, në kuptimin që për shkak të asistencës së tyre kush duhet të ju asistojë ose kush duhet jo, por në përgjithësi si proces deri në këtë orë kur po folim në dyja, procesi ka shkuar mirë. Ndërkohë që këto zgjedhje janë parë shumë si një sinjal i rëndësishëm që duhet të lexohet nga partitë politike për të parë se nga shkon kahja e votuesve kosovar në prag të zgjedhjeve të ardhshme parlamentare, që tashmë duket sikur është e certifikuar megjithëse ende pa vull, që do të zhvillohen vetëm 3 ditë përpara vitit të ri. Është pak se këto zgjedhje janë një lloj barometri se ka po shkon votuesi, edhe pse zgjedhjet lokale jo gjithmonë e përcaktojnë çfarë do të ndodhë në zgjedhje nacionale, sepse në zgjedhje lokale qytetari voton më shumë për ato që mendon që ja ofron shërbimet me të cilat ai përballet në bazë atitore, por sidoqoftë është një lloj barometri. Ka qenë garë shumë e ashpër balotazhi, një garë jashtëzakonisht e ashpër është bërë në Mitrovic, aty ku kandidati i PDK-s dhe i vetëvendosjes po ballafaqohen, mirë po pothuajse kandidati i PDK-s ka bërë gari vetëm, ka shi komplet qeverisë në detyrë dhe garë nxehtë ka qenë edhe në Prishtinë, për shkak se Prishtina është shumë e rëndësishme kush do e fitojë Prishtinën, edhe për zgjedhje nacionale. Prishtina nuk është vetëm një qytet i zakonshëm, është një krye qytet, pothuajse të gjitha institucionet publike, arsimore, shëndetësore janë të përqendruara në Prishtinë, edhe një qytetari më të thjeshtë në një komunë që jeton larg Prishtinës i intereson kush fiton në Prishtinë, sepse një ditë ose një ditë tjetër do të vinë në Prishtinë dhe do ketë ndonjë punë për të kryer. Pra, zgjedhja e kryebashkiakit në Prishtinë është shumë e rëndësishme edhe për zgjedhjet nacionale, por sidoqoftë deri më tani këto zgjedhje na kanë treguar dhe po tregojnë si qytetarët kanë një vetëdije të lartë politike dhe demokratike. Ajo që sot, për shembull, ka ndodhur në terren, nuk ka ndodhur e herave të kaluara kur politikan të partisë në pushtet ose vetë kryeministri në detyrë ka dalë në terren dhe është parë vazhdimisht dhe me të drejtë nga qytetarët po cilësohet si një lloj presioni psikologjik për vota. Patëm pak më përpara, para se mu lidhun me ju një rast në Mitrovic, kur pronari i lokalit u detyru me mbyll lokalin për shkak se qytetarët që ishin tulur aty nuk pranuan të çohen dhe t'ja lirojnë vendin Albin Kurtit. Pra, qytetari po e kryen me ndershmëri punën e vet, ndërkaq nga ana tjetër politika po mundohet me çdo kusht edhe në këto orët e fundit të votimit të bëj presion në mënyrë që votat shkojnë për kandidatët e tyre. E kuptoj, ndërkohë që dhe vetë Albin Kurti, që sapo përmendët ju, ka thënë që këto zgjedhje janë shumë të rëndësishme pasi janë 80% të votuesve të cilët votojnë edhe japin votën e tyre, sigurisht pse jo, duke qenë një test për atë që do të zhvillohet në muajin dhjetor. Prandaj, si duket, ka edhe kaq shumë pjesëmarrje të politikanëve në terren ditën e sotme.
Po, sidomos në Mitrovic. Mitrovica ka qenë ajo qendra ku lëvizjave të vendosje dhe vetë kurti, po thuj se veç se nuk ka pjetë në Mitrovic për çdo ditë. Vetëm brenda 24 orëve ai 3 herë ka qenë në Mitrovic, që tregon sa e rëndësishme është fitoria në Mitrovic për vetë partin se ju e dini që ai ka pas kauz në udhëheqjen e tij çështjen e Mitrovicës, pra të komplet energjinë ka dërguar në Mitrovic dhe në ndërkohë kur komunat në veri tashmë do të udhëheqen nga kryetarët serb, për shkak se ata kanë marrë pjesë në zgjedhje, kanë futur komunat pa balotazh dhe ka qenë qëllimi i tij dhe pothuajse dëshirë shumë e madhe